Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Studimi i fundit, një lugë vaj ulliri në mëngjes, shëron me njëherë këto sëmundje. Vaji i ullirit është konsideruar si një nga mrekullitë e natyrës për shkak të vlerave ushqyese dhe dobive që ai mbart. Sipas studimeve të ndryshme thuhet se një lugë gjelle vaj ulliri i papërpunuar në ditë më njanon një sër sëmundjesh dhe përmirëson lëkurën, flokët dhe të gjithë trupin. Vaji i ullirit gjithashtu parandalon shfaqjen e sëmundjeve kronike dhe gjithashtu sjell përfitime të tjera shëndetësore. Mbron gjithashtu shëndetin e zemrës. Sipas studimeve të shumta thuhet se vaji i ullirit ul mundësinë e shfaqjes së sëmundjeve të zemrës në 41% për shkak të polifenolit që ai përmban. Ai normalizon nivelet e kolesterolit në trup, përmirëson sistemin imunitar. Vaji i ullirit përmban antioksidantë që e mbajnë sistemin imunitar të sigurt nga infeksionet. Ndihmon gjithashtu në rënien në peshë. Vaji i ullirit përmban yndyrra të shëndetshme dhe mundëson ndjekjen e yndyrës trupore në një mënyrë të shpejtë. Vaji i ullirit redukton rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve të këqija dhe të sëmundjeve të tjera kronike dhe mendore. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend tepër të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do t'ju lejojë ju që të merrni gjithashtu të gjitha përfitimet maksimale. Ajo njihet për efektet pozitive në zemër, por mrekullitë të cilat bën në trup shkojnë përtej kësaj. Sipas Brightside, ju duhet që të konsumoni çdo mëngjes një lugë me vaj ulliri për këtë arsye. Shndërron lëkurën tuaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen dhe ëndje dhe mund të ngadalsojë shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Ndihmon të humbisni në peshë. Shumë studime gjithashtu kanë treguar se ndjekja një diete mesdhetare e cila është e pastër me vaj ulliri ka një efekt tepër pozitiv në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar, i cili provoi se konsumimi i vajit të ullirit e ndihmoi ata që të humbisnin në peshë. Gjithashtu, është i mirë për trurin. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimet e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka munden të shkaktojnë sëmundjen Alzheimer, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vaj ulliri kanë një memorie më të mirë se ata të cilët mbajnë një dietë me më pak yndyrë. Përmirëson shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur ajo kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pastër i acideve yndyrore omega 3, përbërje të cilat gjenden në vajin e ullirit përmirësojnë dhimbjen e kyçeve dhe ngurtësinë e mëngjesit të cilat shkaktohen nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pasturimi i dietës tuaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mundet të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Përmirëson shëndetjen e zorrëve. Disa lloje bakteresh të cilat jetojnë në stomak munden që të shkaktojnë ulcer. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteret dëmtuese, disa prej të cilave munden që të shkaktojnë ulcer. Vaji i ullirit është provuar se lufton gjithashtu disa baktere të cilat janë edhe rezistente ndaj antibiotikëve.
Vetëm 30 gramë vaj ulliri në ditë munden që të shkatërrojnë bakteret e dëmshme në më pak se 14 ditë. Kontrollon sheqerin në gjak. Vaji i ullirit mundet të jetë sekreti për uljen e glukozës në gjak. Ai e mbron trupin nga diabeti tipit 2 dhe mundet që të zvogëlojë rrezikun e tij me mbi 40%. Vaji i ullirit është përdorur prej kohësh për qëllime mjekësore. Ulëmtimet e mëparshme kanë treguar se zvogëlon rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të këqija, sëmundjeve të mëlçisë, inflamacionit kronik, azmës, diabetit dhe kolesterolit të lartë. Konsumimi i përditshëm i vajit të ullirit me stomakun bosh mund të përmirësojë shëndetin dhe pamjen tuaj. Parandalimi i kapsllëkut. Vaji stimulon prodhimin e enzimave tretëse dhe funksionimin e sistemit tretës. Nëse keni shpesh probleme me kapsllëkun në mëngjes me stomakun bosh, merrni një lugë gjelle vaj ulliri të përzier me një lugë çaj lëng limoni. Funksionim më të mirë të sistemit të tretjes. Vaji stimulon prodhimin e lipazave e enzimave të cilat rregullojnë sistemin tretës. Marrja e vajit të ullirit me stomakun bosh ose para vaktit mundet që të parandalojë fryrjen, aciditetin e stomakut dhe gjithashtu ngërçet në bark. Parandalimi i niveleve të larta të kolesterolit. Studimet kanë treguar se konsumimi i përditshëm i vajit të ullirit ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe kolesterolit të lartë. Ai njëkohësisht është veçanërisht tepër efektiv tek njerëzit të cilët marrin vaj ulliri me stomakun bosh në mëngjes. Redukton rrezikun e sëmundjeve të këqija. Vaji i ullirit ka një efekt të shkëlqyer antioksidues dhe ulëmtimet e mëparshme kanë treguar se mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të llojeve të ndryshme të sëmundjeve të këqija, veçanërisht të zorrës së trashë. Lehtëson simptomat e sëmundjeve kronike. Në qoftë se vuani nga artriti, siguroni që të merrni vaj ulliri me stomakun bosh, do të zvogëlojë inflamacionin dhe do të lehtësojë simptomat e artritit. Nxit humbjen e peshës. Vaji i ullirit është një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore të pangopura dhe ulëmtimet gjithashtu kanë treguar se ai ndihmon në rregullimin e oreksit. Marrja e këtij vaji në mëngjes me stomakun bosh gjithashtu do të reduktojë marrjen e kalorive gjatë ditës. Vaji i ullirit parandalon ndryshimet e papritura të niveleve të sheqerit në gjak dhe në këtë mënyrë kontrollon dëshirën për ushqime dhe ëmbëlsira. Në qoftë se ju vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni trukun që të pini një lugë gjelle me vaj ulliri me stomakun bosh dhe acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionin e sistemit imunitar. Ushqen fytyrën e thatë, trajton akne dhe rënjen e flokëve. Vaji i ullirit nuk duhet që të mungojë kurrësesi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos në qoftë se e ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ose i kombinuar me të kuqe veze, pure, karrotash ose vaj kokosi dhe fytyra do ta ndjejë ndryshimin e para. Mëlçia është një ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjithë elementët ushqimor dhe gjithashtu prodhon edhe substanca për të përthithur vitamina të ndryshme. Funksionon si detoksikues për të larguar lëndët toksike nga trupi dhe gjithashtu prodhon enzima për të tretur ushqimin. Si çdo organ tjetër, edhe mëlçia ka nevojë të detoksifikohet. Përzini një lugë gjelle me vaj ulliri dhe një lugë gjelle me lëng limoni dhe pijeni esëll në mëngjes. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.